Përmes kësaj videoje të animuar do njoftohemi me personazhin e Agronit, I cili shpesh bën porosi online në faqen e internetit theresbay.com. Ai tashmë I ka të ruajtura informacionet si emailin, ID-n, detajet e kreditkartelës, si dhe adresën në websajtin e fjalë për të bërë porosi sa më shpejt. Informacioni I nevojshëm është I ruajtur në server, ku është e hostuar faqja në të cilën Agroni blen rregullisht. Një ditë Agroni pranoi një email ku I ofroi një kupon me zbritje speciale në faqen theresbay.com. Mirë po, për ta pranuar këtë kupon me zbritje, ati I kërkohej që t'i jep të dhënat e kartelës dhe detajet e adresës. Ai me mendje lehtësi mendoi se kërkesa ishte për të verifikuar të dhënat aktuale, duke mos e menduar rrezikun që po e pret. Ai nuk ishte në dieni se paratë e tij ishin cak I keqdashësve. Si mendoni se kjo ndodhi? Emailin të cilin ai e pranoi ishte I rrem. Në këtë rast, websajti theresbay.com ishte atakuar nga një person I tretë. E ky lloj ataku quhet sulm kibernetik apo cyber attack, ndërsa personi që I kryen këto veprime quhet haker. A do e kishte parandaluar Agroni këtë sulm? Natyrisht që po, me ndihmën e sigurisë kibernetike apo cyber security. Siguria kibernetike përfshin teknika sigurie që ndihmojnë në sigurinë e komponenteve të shumta digjitale, si sigurinë e rrjeteve, të dhënave, si dhe sistemeve kompjuterike nga qasjet e paautorizuara digjitale. Janë shumë mënyra për të implementuar sigurinë kibernetike që varen edhe vetë nga lloji I rrjetit të cilin jeni duke e përdorur, si dhe tipi I sulmeve kibernetike me të cilat mund të ballafaqoheni varësisht nga biznesi që bëni. Kështu që le të analizojmë llojet e sulmeve kibernetike me të cilat Agroni është ballafaquar. Një ndër sulmet më të shpeshta kibernetike është malware attack, I cili mund të kamuflohet si një trojan, adware apo spyware. Këto shumë lehtë mund të shkarkohen nga aplikacione të ndryshme online. Në këtë rast, sistemi I Agronit mund të jetë I komprometuar me një të tillë, I cili mund të jetë I fshehur në një dokument të shkarkuar apo në ndonjë aplikacion të instaluar. Ndryshe mund të jetë një phishing attack, që është një lloj I sulmit kibernetik të cilën hakeri mund ta dërgojë përmes një emaili mashtrues, I cili duket sikur mund të ketë ardhur nga një faqe legjitime, e në realitet ai email është dërguar si një malware në PC-n tuaj, ose për të vjedhur të dhëna sensitive, si informacionet e kreditkartelave apo detajet e logimit në aplikacione të ndryshme. Një lloj tjetër I sulmit kibernetik është sulmi man in the middle, përmes të cilit hakeri fiton qasjen e informacione, ku ai kyçet në mes të pajisjeve që shfrytëzon Agroni dhe serverit ku është I hostuar websajti, që kryen blerje e njëjti. Këtu kompjuteri I hakerit merr IP adresën e Agronit, të cilën e shfrytëzon për të përgjuar komunikimin digjital mes pajisjes së tij dhe serverit ku Agroni bën porosin. Kjo zakonisht ndodh nëse Agroni ka përdorur një rrjet të pasiguruar të Wi-Fi-s, apo nëse hakeri ka instaluar një malware në pajisjen e Agronit. Një sulm tjetër I mundshëm është password attack, sulm ndaj fjalëkalimeve, e që është një nga mënyrat më të lehta për të hakuar një sistem. Në rastin konkret, fjalëkalimi I Agronit mund të jetë deshifruar, nga se ka qenë I lehtë, dhe Agroni mund të ketë përdorur fjalëkalime vetëm me numra apo vetëm me shkronja, të cilat pasvordet deshifrohen shumë lehtë nga hakerët. Për t'i parandaluar sulmet kibernetike në të ardhmen nga keqbërës të tillë, Agroni duhet të implementojë disa praktika të mira. E para, ai duhet të instalojë një firewall, mur mbrojtës, I cili, ashtu siç është emëruar, është një mur virtual në mes të kompjuterit të Agronit dhe internetit. Firewalli e filtron trafikun që vjen dhe shkon nga kompjuteri juaj për ta mbrojtur rrjetin tuaj, dhe ai mund të jetë një aplikacion softverik apo një pajisje hardverike. Ky ishte tregimi për Agronin. Sulmuesit kibernetik nuk kufizohen duke sulmuar vetëm individet. Ata si cak kryesor I kanë ndërmarrjet publike dhe private. Sulmet kibernetike të kryera në mekanizma të tillë kanë më shumë pasoja katastrofale, të cilat rezultojnë me humbje kolosale për qeverit apo bizneset. Motivet për sulmet e tilla janë të shumta,
duke filluar nga atakimi të dhënave kruciale me qëllim të përfitimit material. Le të analizojmë disa nga sulmet e mundshme kibernetike me të cilat kompanit janë ballafaquar. Organizata të ndryshme të sektorit publik dhe korporata të mëdha janë ballafaquar me sulme të avancuara dhe të vazhdueshme, përmes të cilave hakerët kanë pasur qasje në rrjetet e tyre për një periudhë të gjatë kohore, me qëllim që në vazhdimsi të marrin informacione konfidenciale nga këto organizata apo biznese. Kompanitë gjithashtu kanë dëshmuar se sulmet më të shumta i bën shërbimeve ku rrjetet janë më të ngarkuara me trafik, gjë e cila ndikon që edhe kompanitë të marrin masa për të siguruar këto sisteme. Nëse për shembull një haker manipulon një databazë standarde SQL që është e integruar në një website, kjo është e njohur në gjuhën kompjuterike si SQL injection attack, sulm injektues i SQL-s, përmes të cilës hakerët mund të shikojnë, editojnë dhe të fshinë tabelat nga një bazë të dhënave. Editimi dhe fshirja e tabelave nga baza e të dhënave shkakton njëmëri sulmësh kibernetike. Kjo është sfidë e madhe për një organizat me disa rrjete dhe server që të implementojnë sigurinë kibernetike. Pra kjo nuk është një detyrë e lehtë, e për të siguruar këto ndërmarrje apo organizata, punësohen njerëz të sigurisë kibernetike, të cilat i identifikojnë sulmet e mundshme dhe ndërtojnë rrjetin e sigurisë për kompaninë apo organizatën përkatëse. Si profesionistë që mund të punojnë në këtë fushë mund të jenë ethical hacker apo white hackers, pra haker të bardhë të cilat punësohen për të gjetur të metat e sigurisë. Security architect, roli i cilit është që të dizajnojë shtrirjen e rrjetit dhe pajisjeve brenda organizatës. Security officer, roli i cilit është që të ketë njohuri bazike për sigurinë e informacionit dhe rrjeteve brenda organizatës.